Top 20 Christian Songs. 20 hitet më të mira të muzikës së krishterë vijnë për ju çdo fundjavë në valët e Radio Emanuel. Top 20. Dëgjo muzikë, jeto një jetë me frymësim. Rikthehemi në studio me njërin pas hapësirës së parë muzikore dhe në këtë moment është bashkuar i ftuari për sot Klajdi Plla. Përshëndetje, mirë se ke ardhur, kënaqësi jemi së bashku. Në fakt, unë e prezantova në hyrje të puntatës. Sot do të flasim për një ndër iniciativat më të veçanta, një nismë që ndoshta mendoj është më e duhura për të realizuar, nisma për fëmijë. Duke u mbledhur firma momentalisht për kurimin falas për fëmijët jashtë vendit, por ndoshta edhe brenda vendit ju do të shpegoni më qartë të gjithë këtë iniciativë, por së pari për gjithë dëgjuesit si lindi nisma për fëmijë dhe cili është qëllimi i saj kryesor. Qëllimi i kësaj nisme është çuar përpara një projekt ligji që tashmë është shkruar, është ka marrë miratimi nga QZ për të mbledhur firma si iniciativë qytetare që do shkojnë në parlament dhe të kërkon që të detyrojë shtetin shqiptar të mbulojë financiarisht rastet e sëmundjeve të rralla të fëmijëve nga 0 në 18 vjet që janë të pakurueshme aktualisht në shtetin shqiptar. Dhe siç e përmendë ju, është brenda dhe jashtë vendit, sepse në projekt ligj është parashikuar që nëse verifikohet që sëmundja nuk mund të kurohet në sistemin publik shëndetësor, atëherë hapi parë është verifikohet nëse ka ndonjë spital privat brenda Shqipërisë që mund ta kurojë, mund ta marrë përsipër, ose të ketë ndërhyrje kirurgjikale që mund të bëhen brenda Shqipërisë, kjo edhe për të ulur kostot. Po, nëse mund të bëhet kështu. Nëse jo, pastaj është hapi tjetër që gjenden spitale të specializuara jashtë vendit dhe ne kërkojmë që shteti shqiptar të mbulojë financiarisht familjet për të gjithë kurimin e fëmijës, edhe shoqërimin e tij nga prindërit në këto spitale specializuara. Kjo është pak fjalë nisma. Si nisi? Faktikisht ka nisur nga një rast real që ka ndodhur në qytetin e Korçës, të një miku ton që fëmia e tij lindi me probleme dhe u e kuptuan që sëmundja e tij ishte pa shërueshme brenda Shqipërisë dhe u fatmirësisht një nga fondacionet bamirëse arriti që të bënte një mbledhje fondesh dhe ta çonin fëmijën për kurim në Itali. Ai sot është mirë, lavdi Zotit, gëzon shëndet të plot dhe nga kjo ne morëm spunto sepse menduam që nuk mund të jetë kjo zgjidhja gjithmonë. Po, se kemi dëgjuar kaq shumë raste dhe tashmë qarkullojnë kaq shumë edhe në rrjetet sociale për të mbështetur, për të ndihmuar financiarisht përmes fondacioneve të ndryshme, por shqiptarët kanë një zemër të madhe dhe kanë ndihmuar. Që nuk është vetëm kjo, ndoshta rruga më e mirë për gjithë shqiptarët. Ne mendojmë që shteti shqiptar ka një përgjegjësi ndaj shëndetit dhe ndaj jetës të gjithë shtetasve shqiptar, sigurisht, po më shumë akoma për fëmijët. Duke qenë se ata janë e ardhmja e vendit dhe besoj se sëmundjet e tyre janë, le të themi, më të vogla në numër në krahasim me mosha më të mëdha, më është një detyrim i shtetit që të mbulojë këto shpenzime. Dhe kjo do ishte rruga që ne kemi propozuar, pra, që në mënyrë automatike sapo një sëmundje të diagnostikohet dhe të kuptohet që është e patrajtueshme, sepse aktualisht ministria nxjerr pothuajse në mënyrë periodike çdo vit listën e sëmundjeve që janë të pakurueshme në sistemin shëndetësor publik. Këtë pyetje kisha edhe jashtë mikrofonit, isha duke të pyetur që si vendoset kush mund ta përfitojë këtë lloj mbështetjeje, nëse mund ta quajmë kështu. Sistemi shëndetësor joni ka tre stade, pra duke kaluar nga sistemi parësor në mjeku i familjes në spitalet rajonale siç është ai i Korçës, pastaj kalon në spitalin në Qesutan, në spitalin e terciar që njihet në Shqipëri, nëse ata e verifikojnë që rasti bie në një nga ato sëmundje, pra që nuk mund të kurohet në Shqipëri, ose që është për tash i pa diagnostifikueshëm, atëherë vjen lëvizja një mekanizëm për ligji ka parashikuar që vjen në lëvizje një mekanizëm në mënyrë automatike, pra duke çuar tek një komision i ngritur brenda Ministrisë të Shëndetësisë dhe me ekspertë përkatës, të cilët në një afat shumë të shkurtër kohor analizojnë rastin dhe gjejnë në spitalin përkatës që do mund ta kurojë jashtë vendit dhe le të themi zgjidhet gjithë edhe pjesa procedurale
në mënyrë shumë të shpejtë. Pra pa patur nevojë. Ashtu siç duhet mbi gjitha, sepse nëse marrim parasysh problemet shëndetësore në këtë rast të fëmijëve, duhet janë shpeshherë urgjente. Duhet të veprohet shumë shpejt. Aktualisht ekziston një mekanizëm për rritje të vërtetës që nuk është specifik për fëmijët, pra është për çdo qytetar shqiptar. Mirë po është shumë burokratik, është shumë i ngadalt dhe me sa kemi parë nuk ka qenë funksional. Pra duke ngritur një komision brenda parlamentit që gjykon në këtë rast me një vendim të Këshillit të Ministrave në mos gaboj. Pra mekanizmi është pak më i komplikuar, më burokratik dhe duke qenë se zgjat në kohë shpeshherë prindrit gjejnë rrugën e shkurtër duke kërkuar fonde tek shoqata bamirëse, duke dikush merr kredi, dikush shet shtëpinë sepse për shëndetin e fëmijëve do bësh çdo sakrificë e mundshme. Patjetër. Ne mendojmë se këtë gjë duhet ta zgjidhë shteti dhe ta përmirësojë shërbimin. Do të ishte në të mirë të gjithëve. Me aq sa ju keni vënë re sa e madhe është nevoja sot në Shqipëri për trajtime jashtë vendit dhe me çfarë vështirësish më falni përballen familjet përveç sfidave ekonomike, është një ndër kryesore, dihet. Sfida ekonomike në ato momente po themi që është një rëndesë shumë e madhe për familjen. Duke qenë se familja është në hallin shëndetësor të fëmijës së vet. Pra, nuk mundet të ngarkohet, jo vetëm me hallin shëndetësor, por edhe me një merak se ku do t'i gjej tani lekët. Domethënë, të vendosësh prindin në këtë lloj gjendje ku të ndihet i pafuqishëm për të ndihmuar fëmijën e vet, themi është një situatë jashtëmase e rëndë për ta dhe për gjithë shoqërinë, mandej se edhe ne kemi edhe një lloj detyrimi shoqëror ndaj fëmijëve. Kështu që pikërisht të duam ta nashkalojmë me ndryrën shtetërore. Sa raste janë, ne dëgjojmë shumë raste nëpër media, dëgjojmë shumë raste edhe në media sociale që kërkojnë mbledhje fondesh. Një pjesë e mirë e tyre janë të patrajtueshme në sistemin shëndetësor shtetëror. Ka edhe prej tyre që mund të trajtohen në Shqipëri, por mungesa e besimit në institucionet publike detyron prindit që të shikojnë një alternativë jashtë vendit. Këto raste fatkeq nuk mund të mbulojë sigurisht ky projekt ligj, ne merrem vetëm me rastet që nuk janë të kurueshme ose nuk janë të diagnostifikueshme në Shqipëri. Dhe ato mund të jenë diku në 50 raste në vit, për sëmundje të rralla, sëmundje që kanë nevojë për ndërhyrje të specializuara, që ne nuk kemi kapacitetet mbase të sallave operatore të posaçme ose dhe kapacitete njerëzore mbase. Çfarë parashikon ndoshta tjetër ky projekt ligj për mbështetjen e familjeve apo edhe për trajtimet mjekësore të fëmijëve? Pak a shumë është kjo, mbulesa e kostove të trajtimit të fëmijëve dhe gjithashtu dhe kostove të shoqërimit, sepse zakonisht një fëmijë që çon jashtë vendit duhet ta shoqërohet nga një prind, kjo ka kosto të tjera, pra është e përfshirë dhe kjo në kostot e këtij projekt ligji. Ka një buxhet të përcaktuar që duhet të alokuar çdo vit nga Ministria e Shëndetësisë për këtë qëllim. Dhe është parashikuar dhe një fond që ministria ka drejtë nëse ky buxhet ezaurohet, ka pasur shumë raste në një vit caktuar, atëherë ka të drejtë të kërkojë edhe një fond emergjencë, një fond shtesë. Pse qytetarët, pse mendoni patjetër është në të mirë të fëmijëve, por pse është e rëndësishme që qytetarët të bëhen bashkë, të firmosin dhe të bëhen pjesë e kësaj nisme? Nëpërmjet medias, por edhe në qytet, ju personalisht, por dhe persona të tjerë që janë të angazhuar, keni përcjell mesazhe mbi gjitha ndërgjegjësuese, duke ftuar edhe përmes rrjeteve tuaja persona dhe qytetarë të firmosin, por ndoshta edhe nëpërmjet radios ne mund të japim edhe një mesazh për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Patjetër, së pari është një kërkesë ligjore që nisma të tilla qytetare të shkojnë në Kuvendin e Shqipërisë, kërkojnë 20.000 firma të qytetarëve. Pra ne duam të bëjmë paktën minimumi 20.000 firma që të mund ta futim për diskutim në Kuvendin e Shqipërisë. Sigurisht ne duam të bëjmë edhe më shumë se kaq, sepse së pari kauza është e drejtë. Pra nuk besoj se ka njeri që do dalë do thotë kjo kauzë nuk qëndron. Nuk qëndron apo që do hezitojë të jap firmën e vet për një kauzë të drejtë. Kështu që ne duam të çojmë më shumë se 20.000 firma për të qenë edhe një lloj presioni pozitiv ndaj parlamentarëve tanë që ta mbështesin si nismë dhe ta votojnë. Dhe jam i bindur që kështu do ndodhë sepse edhe ata një pjesë e madhe janë prindër, edhe ata janë qytetarë të këtij vendi dhe e njohin problematikat edhe të shëndetësisë tonë për fat të keq. Kështu që kam besimin që do votohet dhe do miratohet si nismë. Së dyti,
unë personalisht duke qenë se e kam pasur gjithmonë në fokusin tim këtë angazhimin qytetar në vendimarrje, mendoj se kjo mënyrë është edhe një mënyrë për të edukuar qytetarët tanë për të kërkuar të drejtat e tyre. Sepse pritet se vërtetës ka pasur disa deputet dhe nga mazhoranca dhe nga opozita që kanë shprehur gatishmërinë për ta çuar ata përpara sinismë, pa që nevoja të mblidhin në firmat e qytetarëve. Dhe kjo është diçka pozitive, është pozitive sigurisht. Dhe i falenderoj për këtë lloj mbështetje. Ne kemi zgjedhur këtë rrugë sepse mendojmë që është më efikase, është më shtrënguese për të tjerë për ta votuar, për ta mbështetur, kështu që edhe njëkohësisht përcjell atë ndërgjegjësimin, mesazhin tek qytetarët, edhe për të vepruar, edhe qoftë për të mbështetur përmes firmave. Si do të ndikonte miratimi i këtij projekt ligji në jetën e fëmijëve, por patjetër edhe të prindërve dhe të familjeve shqiptare? Ne urojmë që mos i duhet asnjë njeriu të përballet me raste të kësaj natyre të sëmundjeve të rënda, por sigurisht është një mekanizëm që duhet të jetë atje, shumë shtete e kanë, edhe shtete më të zhvilluara se ne, edhe shtete fqinj si Kosova e ka këtë një projekt të ngjashëm. Dhe duhet jetë atje për të paktën për të lehtësuar prindrit nga kjo rëndesa ekonomike dhe nga detyrimi për të vrarë mendje se si do të gjej paratë e tyre dhe çfarë do bëj. Dhe për më tepër me sa kam folur këtë kohë duke qenë se takojmë shumë njerëz për çështjen e firmave, dalin dhe përballen edhe me raste të ngjashme që kanë kaluar këtë lloj peripecish dhe shikoj që një pjesë e tyre kanë zgjedhur që të braktisin vendin përgjithmonë. Pra, në sëmundja e një fëmie bën shkak që ata për të gjetur kurimin e dur për fëmijën kanë shkuar jashtë dhe kanë ndërtuar pastaj jetën e tyre atje dhe nuk janë kthyer më sepse është vërtet kjo. Gjithë ky meraku që çfarë do ndodh nëse kam një hall tjetër shëndetësor dhe nuk mund ta zgjidh brenda vendit, i ka detyruar që mos kthehen më. Kështu që edhe unë personalisht kam dëgjuar plot raste të tilla, edhe jo vetëm për kurimin, për të marrë atë shërbimin e parë, por edhe për të vazhduar, sepse këto sëmundje ndoshta disa prej tyre mund të kenë nevojë edhe për konsulta në vazhdim, edhe mendojnë që diku jashtë në një shtet më të zhvilluar do të kenë atë mbështetjen, të paktën aspektin ekonomik, edhe mbështetjen emocionale dhe psikologjike. Unë mendoj që duke qenë se qeveria tani do detyrohet, themi pas të ligjit të vendosë buxhet në dispozicion, pra do harxojë disa lekë të buxhetit të dedikuara për të kauzë, mund të jenë një stimul dhe për vetë shtetin që të investojë në shëndetësi, pra që të rritë gamën e operacioneve që kryhen në spitalet shtetërore apo të trajtimit të rasteve specifike. Duke parë, për nëse vjet ky përligj në zbatim të vitit, pas 2 vitesh ti shikon që një diagnozë caktuar merr një pjesë të konsiderueshme të këtij buxheti, atëherë mund të investojë shteti shqiptar për të arritur të kurimin e kësaj sëmundje brenda vendit, po. Është një stimul i dyanshëm, edhe për qytetarët që mos largohen, edhe për shtetin që të investojë akoma më shumë në shëndetësi. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të parë edhe se si kjo nismë, kjo kaos pozitive dhe drejt patjetër është përhapur edhe në qytetet tjera të Shqipërisë, dhe se si janë duke vepruar qytetarët përtej Korçës për të mbështetur nismën për fëmijë, por në këtë momente do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak në studio. Dashurin që zbriti, i këndoj dashurin
dashurisë tënde, I këndoj dashurisë tënde. Rikthehemi në studio, jam duke zhvilluar një bisedë në ditën e sotme me Klajdi Plla, I cili është duke prezantuar më tepër nismën për fëmijë, duke u mbledhur firmat për momentin për kurimin falasi jashtë vendit apo edhe brenda vendit për fëmijët nga 0 deri në 18 vjeç. Kjo kaos e drejtë, sikurse ju e quajtët, nisi në qytetin e Korçës, këtu ku ne jetojmë, por përtej Korçës është rrirë dhe në qytetet tjera të Shqipërisë. Si po ecën deri më tani kjo mbështetje, qoftë nga qytetarët e Korçës, por edhe në Pogradec, në Shkodër, në qytetet tjera që unë si kam përmendur. Jemi shpërndar pothuajse gjithandej në Shqipëri. Po ecën shumë mirë. Pjesa më e madhe e firmave për qenë realistë jam mbledhur në Korçë, sepse edhe gjithë grupi nismëtar jemi nga Korça, kështu që jemi fokusuar dhe ne më shumë këtu. Jam vetëm në Korçë jam mbledhur diku në 8000 firma. Dhe pjesa tjetër rreth 5000 të tjera, pra deri tani jemi diku në 13000 firma, jam mbledhur në Tiranë, Elbasan, Durrës, Shkodër, sot janë një grup aktivistësh në Fier që po mbledhin firma, në Pogradec, pothuajse çdo fundjavë jemi në Pogradec duke mbledhur firma. Unë personalisht kam qenë ditën e shtunë në Elbasan dhe dielën në Shkodër. Dhe jam çuditur dhe sidomos në Shkodër që qytetarët ishin shumë të gatshëm, trishte vëmendje baneri jon që thashë nisma për jetën dhe ata vinin vetë interesoheshin çfarë iniciative është kjo, si mund të ndihmojmë. Dhe brenda ditës jam mbledhur diku në 1000 firma. Wow. Pra ka pasur një bum njerëzish që lëviznin, që vinin, afroheshin, sillnin të tjerë, lajmëronin me telefon, hajdeni se po bëjmë gjë të mirë. Dhe jam çuditur vërtet për energjinë pozitive që më dha takimi me qytetarët e Shkodrës. Dhe prandaj më bëm besim plot që do arrit numri firma patjetër. Ju e thatë jemi deri në 13000 momentalisht. Deri në 13000. Duhen 20000, ëh? Duhen 20000. Kemi dhe pak kohë, me thënë drejtën, ne jemi ato. Ka një afat caktuar që Po, ka një afat caktuar. Deri në mes të qershorit ne duhet të kemi mbledhur firmat. Sigurisht mirë do ishte pak më shpejt sepse duhet i sistemojmë të bëjmë gati dosjet për të çuar në KQZ, kështu që po përfitoj nga rasti dhe nga radioja juaj që t'i ftoj qytetarët që ata që ende nuk kanë firmosur, sidomos në zonën e Korçës, Pogradecit dhe në qarkun ton, të na kontaktojnë, të firmosin, mund të ndjekin në rrjetet sociale, në Facebook kemi faqen dedikuar për këtë kauzë nisma për fëmijët. Madje atje mund dhe të shkarkojnë formularin e mbledhjes së nënshkrimeve. Mund ta firmosin online? Jo, nuk mund të firmosin online. Është detyrimi ligjor I KQZ-s që duhet të jetë firma fizike. Po mund të ta shkarkojnë formularin, ta mbushin me miqtë e tyre, ta nënshkruajnë si grup që mbledh nënshkrimet dhe pastaj të kontaktojnë me ne për ta dorëzuar. Për ta dorëzuar. Është diçka shumë pozitive dhe patjetër gjithë ata, sikurse ju e përmendët, që ndoshta nuk kanë pasur mundësinë deri më tani për të dhënë firmën e tyre, do të ishte një ndihmë e madhe, një mbështetje për nismën për fëmijë, mbi gjitha për fëmijët tanë, sepse po bëhet e gjitha në mbështetje të fëmijëve shqiptar. Çfarë mesazhi keni për familjet që ndoshta momentalisht janë duke u përballur me probleme të rënda shëndetësore të fëmijëve të tyre? Unë jam prindi 2 fëmijëve vetë dhe sigurisht e ndjej gjithë gjendën e tyre si mund të jetë, sa e vështirë mund të jetë të shohësh fëmijën tënd të sëmurë dhe nganjëherë të ndjesh dhe pa fuqishëm për ta ndihmuar. Lutem Zotit për ta. Jam besimtar, kështu që ne gjejmë gjithë gjallësat e Perëndis dhe nga ai e kemi jetën, nga ai e kemi shëndetin, kështu që para që po bëjmë ne është ajo që mund të bëjë njeriu. Pra, ato që janë dorë të Zotit duhet t'i lutemi Zotit t'i ndihmojmë me shëndet dhe me jetë. Ne mund të bëjmë të pjesën tonë që të kërkojmë të drejtat tona, të ndihmojmë njëri tjetrin në këto kauza, dhe të detyrojmë në farforme shtetin që ai ka përgjegjësi për qytetarët e vet për të ndihmuar. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse rastet kanë treguar që ne bëhemi bashkë, mbështesim, ndihmojmë në gjitha format që kemi mundësi, por nga ana tjetër shteti ka përgjegjësinë e vet në mbështetje dhe në ndihmë të këtyre familjeve dhe fëmijëve të tyre. Ndoshta për gjithë ata që janë duke na ndjekur mendojnë që me marrjen e firmave gjithçka përfundon, por jo, nuk është kaq e thjeshtë. Cilat janë procedurat më pas? Sa po ne të arrijmë të mbledhim 20000 firma ose të arrihet dhe afati
kohë ligjor që ne ka përcaktuar KQZ-ja, këto depozitojnë në KQZ, pra formulari që ne po përdorim për mbledhjen e firmave është i miratuar nga KQZ-ja, atje ka sqarime për qëllimin e përdorimit të këtyre firmave, pra për të dhënë një lloj sigurie qytetarëve që ato nuk do keq përdoren. Është i listuar grupi nismëtar, pra emrat tanë që kemi marrë këtë iniciativë, dhe këto firma depozitojnë në KQZ. Ka një lloj verifikimi që janë vërtet reale këto firma, pra qytetarë vendosin numrin e ID-s dhe numrin e telefonit, dhe KQZ verifikon që korespondon numri i ID-s me të dhënat e tjera, me emër, mbiemër, datë lindje. Mund të bëjnë një telefonat për të pyetur që vërtet ke firmosur apo jo për të iniciativë. Dhe pasi bëhet ky verifikim, ato dorëzohen në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe pastaj këtu hyn në një lloj procesi që është institucional. Parlamenti ka rrugët e veta për miratimin e ligjeve, kalon në komisionet përkatëse të ligjeve apo komisionin e shëndetësisë, në të rast mbas edhe në komisionin e financa, meqense ka buxhet të alokuar, dhe aty do diskutohen anëtarët e komisioneve, mbas edhe ne për ta mbrojtur si projekt ligj. Mund të kërkojnë ndryshime të vogla, mund të ketë ndonjë përshtatje me ligjet aktuale, dhe pastaj komisioni vendosin që ta futin ose jo në seancë plenare, ku votojnë nga deputetët e zgjedhur për nesh. Në fund të kësaj, pastaj besoj se do arrim deri këtu dhe me siguri do mbështetet. Mbase do doj pak kohë, nuk mund të presim çështje ditësh, po besoj se do ja dalim qëllimit. Deri më sot faktikisht ka pasur pak iniciativa të tilla të nismave qytetare ligjvënëse. Ka pasur një rast që ka arritur deri në fund, pa që është aprovuar si ligj, ka qenë në mos gaboj ligji për dhunën në familje në vitin 2006, që ka erdhur si nismë qytetare të një organizate. Ka pasur sprova të tjera, po ose nuk kanë arritur të mbledhin mjaftueshëm firma, ose kanë qenë kauza të tilla me sfond edhe politik që pastaj janë anashkaluar kur kanë arritur në kuvend ose nuk kanë arritur të mbledhin mjaftueshëm firma sepse nuk i trej qytetarët. Kurse kjo është një kauzë. Kjo është e pastër në kuptimin që dihet nuk ka asnjë lloj qasje politike partijake, patjetër, kështu që edhe qytetarët janë më të gatshëm ta firmosin, edhe ligjvënësit besoj do jenë më të gatshëm ta miratojnë. Shpresojmë që gjithçka të realizohet, duke marrë patjetër kohën e vet, por në fund të kemi një rezultat pozitiv. Duke qenë se po mbrim në fund të bisedës sonë në studio, diçka të fundit, çfarë mund të bëjnë qytetarët për te asaj firmës që kjo nismë të marrë pse jo më tepër vëmendje, më shumë mbështetje publike? Patjetër, e para është që të firmosin personalisht, mundohen të ta çojnë formularët tek familjarët e tyre, të mbledhin firma tek shoqëritë e tyre, ta përhapin sa më shumë lajmin, edhe në rrjetet sociale. Është e nevojshme që dhe kjo jehona e madhe që po ndodh, sidomos në qytetin tonë, pothuajse të gjithë e dim, po sa më shumë të përhapet lajmi, aq më shumë njerëz se firmosin, aq më shumë rritet edhe një lloj presioni pozitiv ndaj ligjvënësve që ta miratojnë si nismë, sepse tregojmë që ne si qytetar të gjithë e duam këtë gjë, që vërtet është e nevojshme, që vërtet ka vlerë për ne, kështu që dyshoj që dikush do dilte kundër nga parlamentarët, thashë që nuk e bëj këtë gjë në momentin që populli e kërkon, ata janë të detyruar që ta miratojnë. Kështu që kjo është ftesa ime për të gjithë. Mbështeteni, firmoseni, çojeni tek njerëzit tuaj me besim që po bëhet diçka e sinqertë, e drejtë dhe e nevojshme. Kledi, unë falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme, ishte kënaqësi të bashkëbisedonim bashkë dhe mbi gjitha ju falenderoj ju personalisht dhe gjithë grupin tjetër që kanë nisur këtë iniciativë në mbështetje të fëmijëve. Jemi një grup i madh, ka pasur ekspertë që janë marrë me pjesën ligjore që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme për mendimin tim dhe të tjerë aktivistë. Unë jam një nga aktivistët që po merrem kryesisht me mbledhjen e firmave, nuk kam ndonjë bazë ligjore të nevojshme, por jemi grup i madh dhe i falenderoj dhe unë të gjithë që po, dhe gjithë aktivistët tjerë që nuk janë në grupin iniciator, por që po ndihmojnë me mbledhjen e firmave kudo në Shqipëri. Faleminderit edhe ty për ftesën dhe për kohën. Jeni gjithmonë të mirëpritur mbi gjitha për të ndar mesazhe të tilla dhe për të përcjellë më shumë ndërgjegjësim për gjithë ata që na ndjekin, sidomos në kauza të tilla kaq shumë të rëndësishme dhe të domosdoshme për vendin në cilin ne jetojmë. Falenderoj edhe një herë, uroj suksese dhe shpresojmë me hirin e Zotit gjithçka të realizohet sa më shpejt që të jetë e mundur.
në mbështetje të gjitha familjeve dhe fëmijëve që kanë nevojë për kurim qoftë brenda por edhe jashtë vendit. Unë të uroj një ditë mbar në vazhdim, ne këtu përfundojmë bisedën së bashku, miq, shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, rikthehemi vetëm pas pak në studio.